Ne kemi punishte vaj në Vlorë. Po, dhe jeni njëri me reputacion në qytetin tuaj. Me reputacion, jo vetëm në qytetin tonë, po që ne operojmë në gjithë Shqipërinë. Kemi një farë emri në gjithë Shqipërinë. Po kryeministri e foli për lukë të ndryshkur në këtë protesti e pat këtë po patjetër, sepse kryeministri na ka çuar drejt lukës të ndryshkur. Domethënë nga njëra anë nga vjedh buxhetin, nga ana tjetër na vjedh pronat dhe i ndan me oligarkët. Patjetër që po, kryeministri kështu duhet të flasë deri tani, është treguar shumë arrogant deri tani. Këta e kanë duruar këta, kur them këta, pjesa ai që ka qenë pak indiferent, po që nuk është më indiferent tani. Tani kanë dalë të gjithë dhe po e sulmojnë. Po nga nga tjetër, Rama duket sikur nuk është se po e shqetësojnë shumë apo i tillë për shfaqjet protestat, thotë që mund të protestoni sa të doni dhe deri kur të doni, por nuk mund të jetë dorëheqja kështu siç po të flasim për tipologjinë e mendimit të zotit Rama dhe të gjithë atij sektit delirant që ai ka me vete, që e mbështesin dhe i frymëzon. Rama ky ka qenë historikisht, që nga viti 98 dhe deri sot që është kryeministër fatkeqësisht. Unë sot mund ta quaj Ramën ish kryeministër, jo kryeministër të Shqipërisë. Që kur mendohet të ndodh kjo, që momenti që kryeministria u rrethua dhe u arrit kjo? Që nga momenti që kryeministri i vendit tim, kreu i ekzekutivit në një republikë parlamentare që mban përgjegjësi për këtë vend, u tregua shumë indiferent ndaj 250.000 protestuesve shqiptar dhe nga diaspora. Nga ky moment ai quhet një ish kryeministër. Si shikon protestën? Do t'ja dalë në këtë mënyrë siç është, apo duhet të ketë një formë tjetër që duhet ndiqet, një organizim tjetër? Mendon se mund të ketë një venitje më pas? Apo mund të ndodhe kundërta? Jo, unë do thoja që protesta ja ka dalë. Në momentin që aty janë 250.000 protestues dhe në momentin që këta 250.000 protestues përfaqëson të paktën nga 5 veta, po flas me matematikë sepse zotëria na ka numëruar, ne? Po. Dhe kjo është një Pra nuk e shqetësojnë, por edhe e shqetësojnë numrat. Po pra, e shqetësojnë numrat. Dhe pjesa e numërimit mua më shqetëson si qytetar, sepse ne nuk jemi pronë, nuk jemi sende, nuk jemi kafsh, jemi njerëz me dinjitet, nuk mund na numërosh, nuk mund na shesësh, nuk mund na blesh, po pa dal nga tema. Besoj se protesta ja ka dalë, duke pasur 250.000 mbështetës në një ditë të vetme. Dhe në qoftë se do jetë nevoja, aty mund të jenë dhe 1 milion mbështetës. Kuptoj. Erlind, Vlora është një bastion që është konsideruar gjithmonë i majt, madje kryeministri gjithmonë është krenuar me Vlorën. Nga sa she, sepse kontakte ke plot në qytetin tënd, të njohur ke plot, e ka humbur mbështetjen e Rama aktualisht në Vlorë? Absolutisht po. Absolutisht po. Ku e shikon këtë? Tek pjesëmarrja në protest apo pak në si që tek pjesëmarrja në protest, tek pjesëmarrja familjarëve që aktualisht janë në administratë për atë pagën, që kanë rënë dakord dhe kanë bërë një kontratë me këtë qeverisje, tek bisedat që bëhen me ne jashtë ambienteve publike, kuptohet, tek ambientet private, e ka humbur. Mendoj se e ka humbur në masën 100%. Dhe the me bindje. Ju pyeta pak më parë se kjo rini edhe po mbështetet, edhe po komplimentohet, por nga ndonjëherë edhe po në thonjza gjykohet për këtë pjesën sepse nuk e kalon në një hap tjetër. I ka ezauruar deri diku ditët e veta kjo protest në këtë mënyrë dhe ndoshta duhet bërë hapi i radhës. Për ty çfarë mund të jetë një hap i radhës? E para, ne nuk mund ta çojmë vendin në një luftë civile. Kemi pasur plot probleme nga viti 97. Jemi një rini e maturuar, një rini ndryshe. Nuk mund ta çojmë vendin në luftë civile. Ne do flasim me mjete demokratike. Protesta është një mjet demokratik. Në qoftë se deri në përmbylljen e kësaj faze nuk do ketë një reagim nga faktori ndërkombëtar, nëse nuk do ketë një reagim nga ambasadori i BE-s, nëse nuk do ketë një reagim nga presidenti që shumica nuk e njohin kush është. Madje është bërë meme, por që duhet të jenë pjesë e këtyre që ka humbur presidenti. Realisht presidenti ka humbur, nuk dihet ku është. Duhet kishte patur një reagim. Duhet të ketë një reagim. Figura numër 1 e shtetit shqiptar. Nga Rama, çfarë ka bërë përshtypje më tepër, sepse unë të përmenda një detaj, luga e ndryshkur, por në fakt ka patur detaje tjera në terminologjinë e kryeministrit, drejtuar protestuesve, sepse herë janë anatemuar. Ta fillojmë
Ta fillojmë nga aktualiteti dhe mund të ecim deri ku mund të flasim. Rama ka marrë zgjegjinen dhe ka çuar tek karrigja e Fanolit. Besoj se i kam thënë të gjitha. Pa dashur të ofendoj askënd, zgjegjinja ka vendin atje ku duhet të jetë, jo te karrigja e Fanolit. A kuptoj. Edhe diçka tjetër, Erlin, çfarë